26 qershori ishte afati i fundit i aplikimeve për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi, duke parë interesin e shtuar, por edhe për t'u dhënë mundësi të gjithë fermerëve për të përfituar nga kjo skemë, afati i aplikimeve është shtyr deri në datën 6 korrik. Shtyrja e afatit është pritur pozitivisht nga fermerët, të cilët shprehen se kjo u jep mundësi edhe atyre që nuk kanë përfunduar ende dokumentacionin të aplikojnë dhe të përfitojnë nga mbështetja financiare e parashikuar në kuadër të skemës kombëtare. Unë po aplikoj për skemën mbështetje për subvencion për mjete bujqësore dhe agregate, i tashu edhe për shpërblimet të naftës. Ke aplikuar vitet e tjera, ke fituar? Po vazhdimisht kam përfituar 100%. Tani që është shtyr afati është një ndihmesme? Shumë ndihmesme madhe. Çdo gjë që ka ndërmend të bëj, ka në afat të vinë t'i bëj. Po sipërfaqe kemi shumë ne që kemi maqira, po tokat tona janë 43 dylym, 4 hektare. Ke aplikuar vitet e tjera, ke përfituar? Po, për vit kemi aplikuar e kemi përfituar. Ndërkohë shtyra afati, si duket kjo një ndihmes për t'u dhënë mundësi fermerëve? Shtyra afatit është një ndihmes për fermerët se ka që nuk arrin dot për plotësuar dokumentacionet edhe të tjerat nuk arrin dot datën. Interesi për skemën kombëtare ka qenë i lartë në të gjithë rajonin. Sipas të dhënave të Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor Korç, deri tani janë regjistruar mbi 13.000 aplikime në rang rajonal, ndërsa mbi 6.000 prej tyre i përkasin qarkut të Korçës.